Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafi khalqillah, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Transmetohet nga njëri prej dietarëve musliman të shekullit të 4, thonë të kohës hershme, prej dietarëve të muslimanëve të parë, i cili na mëson dhe na tregon që shkatrimi i islamit vjen nga 4 kategoritë personave. Shkatrimi i islamit, mirësia më e madhe për shpëtim që Allah na i dha, rrjedh nga 4 kategoritë personave. Thot Imam Abu Abdillah Muhammad ibn al-Fadl al-Balkhi rahimahullah, Allah më shiroft, dhahabu al-islami min 4. Zbehja e islamit, shkatrimi i tij rrjedh nga 4 kategoritë personave. La ya'maluna bima ya'lamun. Kategoria e parë, ata të cilët nuk veprojnë me atë që e ditën. Nuk veprojnë me atë që e ditën. Ti e din që Allah të ka urdhënu për këtë, nuk e bën. E din që Allah ta ka ndalu këtë dhe nuk e lën. Nuk vepron me të. Zbehet Islami. Thon u zhduk një pjesë e fesë dhe ti je shkaktar. Ti je shkaktar. Wa ya'maluna bima la ya'lamun. Dhe kategoria e dytë tani, ata të cilët veprojnë pa dituri. Thonë veprojnë në islam pa e ditë, pretendojnë për fenë e Allahut pa pas dituri, pa pas argumente. Thonë kështu është edhe janë gjendje me mbrojt pozitën e tyre, ama dije s'kan, nuk kanë argumente për to. Kurse në islam, feja islame është fe, në të cilën hapi i parë është dija, dituria. Për këtë arsye Allah i lartësuar ja shpalli pejgamberit sallallahu alajhi wasallam fjala e parë që ja shpalli është iqra, lexo. Lexo, sepse dituria i paraprin çdo fjalë dhe çdo vepër dhe çdo bindje në fenë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kategoria e dytë me cilën zbehet Islami është kategoria e atyre të cilët veprojnë pa dituri. Dhe kategoria e tretë thot wala yata'allamuna ma la ya'lamun. Dhe ata të cilët nuk mësojnë atë që nuk e dinë. Nuk kanë interesim me mësu fenë e tyre. Zbehet Islami, zhduket, s'po dojnë muslimanët me ditë për fenë e tyre. Nuk po dojnë me mësu. Nuk kanë mundësi mi ja përcjell brez pas brezi pastaj këtë fe dhe mi eduku gjeneratat e ardhshme. Atëherë po zbehet Islami për shkak të atyre që s'kanë interesim me mësu fenë e tyre. Dhe neve jemi dëshmitar që sot interesimi është i pakt, shumë i pakt. Dhe shihet kjo në prezantim ligjërata apo në lexim të librave. Nuk lexojnë për fenë e tyre njerëz. Nuk lexojnë. Dhe nuk prezantojnë ligjëratat hoxhallarëve apo dietarëve. Dhe zbehet feja Allahut subhanahu wa ta'ala në këtë mënyrë. Dhe dietarët e mëhershëm kur janë vendos me një rrethin apo me një krahin dhe kanë pasur që njerëz nuk po i pyesin, janë çu për atë. Do thonë s'ka hajër te këta njerëz. Ose janë dietar, ose dhe interesimi i tyre është i zhdukur. Ose kanë dije edhe s'kanë nevojë për dijen tëm, ose atëherë interesimi i tyre është i zhdukur. Atëherë ti shikojnë vetveten tënde. Qofse kalon një ditë pa mësu diçka për fenë tonë, qoftë një fjalë apo një mesele, ti je humb. Po nëse kalon një javë, po nëse kalon një muaj, po nganjëherë kalon edhe një vit. Edhe vite kalojnë. Ndonjëherë kalon një jetë, bartim njerëz në supet tona deri në Varreza dhe ata s'kanë mësu për fenë e tyre. Subhanallahu. Fatkeqësi e madhe është kjo vëllai dashur. Kurse për dunjon tonë sot shikojmë edhe jemi dëshmitar që njerëz që janë të shtymë në moshë i mësojnë teknologjitë e reja sepse shohin që kanë nevojë për to, për me komuniku me dikon që e kanë larg apo me ndrru mesazhe apo me arrit diçka prej mirësive të dunjos. Janë gjendje me mësu ato dhe kanë mundësi, i mësojnë, e arrin. Pse për Islam nuk mësojnë? Se nuk janë të bindur për nevojën që kanë për atë fe dhe për atë dituri. Nuk janë të bindur. Atëherë kjo kategoria e tretë, kategoria atyre që nuk mësojnë atë që nuk e dinë. Dhe kategoria e katërt, thot ky imam, wa yamna'una an-nasa min al-'ilm. Dhe kategoria e katërt, prej të cilës rrjedh zbeja dhe zhdukja e Islamit, kategoria atyre që i largojnë njerëz nga dituria islame. Nuk keni nevojë. Pralla. Çka janë? Thashë thonë me. Merru me shkencë. Askush nuk thotë që s'do të më marr me shkencë. Feja e parë dhe më e para që
thirr dhe thret që duhesh mu marrë me dituri të dunjas edhe të ahiretit është Islami. Nuk thot Islami mos më mësuam dhe mos më arrit në dunja. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala kur e përcjell duan e robërve të tij të devotshëm, thot Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Allah na jep të mirat e dunjas dhe na jep të mirat e ahiretit dhe na shpëton nga ndëshkimi i zjarrit, ndëshkimi i xhehenamit. Askush nuk thot me anashkalu dhe me neglizhu nevojën tonë dhe dunjas. Mirë po, dia islame është aq më e madhe dhe ki nevojë, vallahi ki me pas nevojë me një moment ku ma nuk ki zgjidhje. Dunja bën çare. Edhe i paditur i bën çare. Nuk po thojmë, nuk i inkurajojmë njerëz që të jenë të paditur, absolutisht. Mirë po edhe i paditur i bën zgjidhje në dunja. I bën Allah çare. Po në varr, ma nuk të bën çare asgjë. Pas kjo fe. Pas njohja Allahut, njohja Islamit dhe njohja Muhamedit sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Atëherë vetë disani dhe vëllezër të dashur. Dhe merrni parasysh këtë fjalë madhështore kanë shpjeguar shumë imamllar të mëdhaj, çat që është me vend, ka shpjeguar Imam Zahabiu në Siyar, e ka shpjeguar Ibn al-Qayyim në Miftahu Dar as-Saada, çat që është me vlerë kjo fjalë dhe ja vlen me kuptu musliman. Zbeja e Islamit vjen nga 4 kategori. E para, ata që dinë dhe nuk veprojnë. E dyta, ata që veprojnë pa dituri. E treta, ata që nuk mësojnë atë që nuk e dinë. Dhe e katërta, ata që i largojnë njerëz nga dituria